forcat ajrore, pra se Kroacia ka gjeneratën e fundit dhe mos gaboj të avionëve francez Rafale. Pra si plotësojnë të tre shtetet? Çfarë ka njëra që plotëson tjetra? Momentalisht po punohet në atë formë që të gjithë kjo marrëveshje të fokusohet në personel, në trajnimeve personelit. Çka do të thotë kjo, që gjatë trajnimeve Shqipëria mund të pajisët shumë shpejt edhe me aeroplan luftarak, që unë mendoj që qeveria shqiptare vetëm e ka bërë një plan të tillë dhe nga flota detare. Ndërsa sa i përket artillerisë, mendoj që Kosova qëndron më mirë, në artillerisë dhe pjesës tjera me dron, Kosova qëndron më mirë dhe është pjesa e komsërisë. Ndërsa pjesa ajrore dhe artillerisë gjithsesi dhe ajo detare, flota detare, plotëson Kroacia për shkak se ata kanë marrë masat që çdo gjë të plotësohet sa i përket sigurisë, për arsye se ka një agresor në kufi, që kanë pas jo në një kohë shumë të lartë, kanë pas një luftë me Serbinë, ashtu si ne në Kosovë, dhe ne e kuptojmë shumë mirë se si dhe çfarë duhet të bëjmë. Unë mendoj që secila kombinim është anasjellta, nuk kemi veçori të veçanta, edhe pse flota ajrore e Kroacisë, Republikës Kroacisë qëndron shumë më mirë, sepse Shqipëria nuk ka flotë ajrore, mund të thejmë aeroplana luftarak. Kemi disa helikopter. Kosova vetëm tash ka filluar me blerjen e helikopterëve luftarak, dhe besoj që nuk do të ndalet, për shkak se kryeministri i Republikës Kosovës, qeverinë aktuale dhe besoj në të ardhmen, qeverinë ardhshme, është duke përçmos për forcimin e sigurisë. Një siguri e fortë bën një shtet të fortë dhe ajo është siguri për qytetarën e vendit dhe kufijtë e vendit. Çka do të thotë kjo, që kryeministri çdo gjë do ta bën për sigurinë e qytetarit. Çfarë do të bëj është që do të pajiset ushtria e Kosovës, do të pajiset me të gjitha mjetet e nevojshme, në qofshin ato artillerike apo qofshin të municioneve tjera, që besoj shumë shpejt do të funksionalizohet edhe fabrika e municionit, me pjesë ndihmëse nga Republika Turke, që cila prodhon municion 5.56 mm në kalibrit NATO-s, dhe kjo bën që Kosova të ketë një përparësi më shumë, të furnizon në kohë shumë shkurt edhe pjesë të NATO-s, këtë rast Shqipërinë, por edhe Kroacinë, me pjesë municionit. Ndërsa sa i përket pjesës artillerike dhe pjesës flotës ajrore, unë mendoj që Kroacia dhe Shqipëria do të kryejnë një veprim të tillë, Shqipëria do të pajiset me aeroplan luftarak në një kohë shumë të shkurtë. Besoj dhe shpresoj këto, sepse shërbimet luftarake apo ushtarake të Shqipërisë kanë zhvilluar disa prova tjera që kanë krijuar edhe një memorandum që Shqipëria do të ketë në 2 aeroportet luftarake, në 2 aeroportet luftarake të NATO-s, do të ketë edhe në flotën e tyre ajrore, edhe besoj shumë shpejt do të furnizohet me aeroplan ushtarak.